Dhe janë disa klysh të vegjël që janë shqip forca që na i fliqin emrin, që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata nuk e din se në luftën e dytë botërore, pas sulmit në Pearl Harbor, çdo japones që ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë në arrest shtëpiak. Ata më të zëshmit ka qenë të dërguar edhe në përkompet për qëndrimit. Pra ju, klysh të vegjël që na i flishni emrin e shqiptarisë dhe keni shku në Amerikë me marrë dollarin e dexhallit dhe lehni si qenj, si zagar, është mirë të reflektoni mos ta bani në emrin shqiptarëve, po ta bani në emrin e juve personal që jeni të kombit të Sultan Mahmutit dhe nuk keni kur gjot për bashkët me kombin e Gjergj Kastriot Skënderbeut.